ka dosje të këtyre ministrave po dhe deputetëve Edi Rama me të cilat mund t'i shantazhojë për të ruajtur ekuilibrat brenda Partisë Socialiste apo për të ruajtur edhe një lloj revolte apo rebelimi, po themi thonjza, ndaj vetë asaj çfarë po bën Edi Rama dhe ndaj vetë figurës tij, qoftë Partisë Socialiste, qoftë në kryeministri? Të gjithë dosjet që janë në SPAK, të gjitha implikojnë ministrat, dhe unë nuk e di se a nuk ka njëri që nuk ka shku më në SPAK atje. SPAK-u i kam thënë është bërë si një kafene, po që paguajnë gjithë, jo paguajnë njëri, po paguajnë gjithë. Në një vend ku shkojnë dhe paguajnë gjithë. Dhe unë nuk di se ka njëri atje në atë dosje që ata kanë, që emri i Ramës nuk është i pranishëm. Unë ja u kam thënë me kohë, çdo dosje që është në SPAK, qoftë i ministra, qoftë edhe këtyre punojnësve, drejtorëve, shefave, se thash të gjithë të çojnë, burimi është tek Edi Rama. Dhe Rama pikërisht këtë edhe mbledhin, për këtë e bëri. Por t'ju thënë që unë i kam dhe unë e di çka keni firmos. Sepse ai e di shumë mirë se çka kam firmos. Ai e di shumë mirë dosjet që janë. Ai shkoi deri në atë pikën, në atë kohë të gjithë usulën Iranit dhe thanë i bën Irani këto ndërhyrje. Në të njëjtën kohë që i bën Rama vetë. Vetë i ka bërë. Ndërhyrjet në Timsa, në këto ka bërë pse? Sepse kanë kaluar persona me rrezikshmëri të lartë, kanë kaluar kufirin ose janë futur në Shqipëri. Një nga personat që është futur në Shqipëri në atë kohë ka qenë një nga këta italian që është dërzuar drejtësisë italiane tashmë ai. Po ai është marrë me ndërtime, me ura, me çdo gjë, pastrim parash, një nga mafiozët të mëdhenj të Italisë. Dhe ai ka qenë prezent në Shqipëri, po askush nuk e ka thënë se kur ka hyrë, si ka dalë dhe kë ka taku. Dhe këtë e ka bërë të ditur prokurori i Puljas. Nuk po e bëj unë. Është prokurori i Puljas që e ka deklaruar. Ardhin e tij në Shqipëri. Dhe ka ardhur në momentin kur janë bërë këto hakerimet e famshme. Po që dhe me aksi tashmë nuk e di, po u vërtetua totalisht, sepse ky e kishte aks. Ky e komandon, dhe ky i bën të gjitha. Pavarësisht emrave të tjerë që mund të jenë. Ne përmendim emra, por të gjithë emrat, sepse fuqi, nëse ke fuqi, atë fuqi kush do të ta japi? Nëse nuk ta jep kryeministri, kush është i Zotit të jetë i fuqishëm në këtë vend? Nëse nuk ka emzan firmën e Ramës. Ky ka ndërtuar mafia në shtet. Dhe ky është kryetari i mafjes. Dhe të gjithë janë antarë. Po antarët e marrin nga kryetari, nuk bëhen vetë të Zot. Tenderi nuk e bën dot nëse Rama nuk është. Balluku nuk bëhet e fort nëse nuk i jep Rama fuqi. Apo ministri, apo ky, apo ai, apo edhe personat të cilët janë jashtë strukturës së qeverisë. Bandat, nga e marrin fuqi. E marrin nga Rama. Dhe çdo gjë është e koordinuar. Dhe ai është peng. Edhe vetë është peng i tyre, sepse normalisht që përsa bën zullume, pastaj vjen ajo që kam thënë që do mbyten me zullumin e vet, dhe këta po mbyten me zullumin e vet. Po patjetër që të gjithë ministrat janë, pranete me kam qenë një kafe ku paguajnë gjithë. Dhe të gjithë thjesht shkojnë tek Rama. Unë nuk di ndonjë dosje, shifin e Encrociatë, shifin e Sky, po të shohim gjithë bisedat, përmendet emri i Ramës. Përmendet tani çfarë do mbuloj ai? Dosjen të cilën prokuroria gjermane e ka hap dhe emri Olsi Ramës është i pari. Tash unë prandaj kam thënë, do shoh SPAK-un, do ta hapi apo s'do ta pa? Çfarë do bëj? Do ta mshefi më se herën e parë fsheu. Ju kujtohet kur e fsheu, që tha duket sikur është ky, po s'është ky. Po çështja e Braga vërtet e mbyllën këtu, po s'është mbyllur atje akoma.
dështimi që pati Gjermani me çështjen se nuk I kapi, se u bën këtu. U dekonspiruan të gjitha operacionet, dekonspiruan sa erdhën në Shqipëri. Dhe këtu tash ky me këtë lloj gjëje që ka, të gjithë ministrat, të gjithë punojnë I ka caktuar vetë ky, me firmën e këtij nuk bëhet asgjë pa firmën e Ramës. Dhe presionin ky thash e bën këtë lloj presioni, ka shik këtyre personave, të cilët janë me pushtet, janë me mandat deputeti apo ministra, ja u bën pikërisht vetëm për një gjë, të përdori parlamentin si barrierë kundër drejtësisë, kundër spakut, për të mos hequr imunitetin e asnjë personi që ndodhet në atë sallë. Zoti Merkoçi, nga gjitha këto, sa rrezikon Edi Rama nga spaku, teksa dhe sot ka dalë një tjetër përgjim I denoncuar nga kryedemokrati Sali Berisha sa I përket hakerimit të spakut, ku përmendej në biseda dhe në komunikime vet Edi Rama. Unë thash që të deklaratë kam bërë me kohë, kur kam thënë që gjithë hakerimet bëhen nëpërmjet Ramës dhe Rama I ka bërë vetë, por kanë nxjerrë alibin e iranianëve. Edhe atë që bërim te Mekë atëre që vajtën atje, po pikërisht për të mbulur këto lloj gjurmësh. Por të gjitha hakerimet janë bërë nga këtu, sepse nuk kishte nevojë, Rama I kishte aksin vetë në dorë. Dhe hakerimet ai bënte vetë. Dhe patjetër që unë jo pa qëllim them çdo dosje që ndodhet në SPAK, të gjithë fiet shkojnë ke Rama. Qoftë edhe dosjet Balluku, qoftë edhe çdo lloj dosje tjetër. Që nuk ka nevojë më të bëjmë deklarata apo të bëjmë më denoncime. Sepse të gjitha janë të zbardhura. Nuk ka ngel më gjë pa thënë. Nuk ka, domethënë, atje është një që unë them, është një rrugë, kudo që të shkelet do të zhytet koma. Kudo të shkelet, do të zhytet koma. Një thes që do të kapësh ti aty, do dalë Rama se s'bën. Sepse ky kështu e ka ndërtuar. Kështu e ka ndërtuar shteti. Dhe unë shoh që Rama si ka ardhur fundi për edhe për shumë lëvizje të tjera që bëhen. Për shembull, po shkosh në portin e Durrësit sot, po shkosh në Durrës, po punohet themi 24 me pilotat, pse? Sepse duan ta çojnë sa më shumë përpara, sepse e dinë që ky është me sot me nesër, me ikjen e Ramës, patjetër që pezullohet çdo gjë pastaj. Dhe nuk ka vend që nuk është I pranishëm, nuk ka dosje, nuk ka aferë, që nuk është I pranishëm Rama. Dhe Rama këtë e di shumë mirë. E di shumë mirë. Qoftë edhe me bllokimin e pasurive që është bërë në Amerikë, qoftë me bllokimin e llogarive bankare, pavarësisht se tu nuk flitet, nuk ka rëndësi. Por të gjitha I ka të bllokuar dhe të kontrolluar. Rama është I kontrolluar, bën apo s'bën Rama, flet e dorëzon apo se dorëzon telefonin, nuk ka asnjë lloj rëndësie. Se mjaftot marrësh telefonat e ministrave, mjaftot marrësh telefonat e vargësve të vet, bisedat e Ramës I ke aty. Ai ka bërë atë që nuk e ka, domethënë, gjatë 35 vjetë nuk është dëgjuar ndonjëherë. Që ai merret me drogën, a është I Sinaloas Rama? Sepse personi I cili u shpall në ngrada në Amerikë, që nuk kishte asnjë lloj funksioni, u shpall në ngrada, doli, u botu me gjithë fotografinë e Ramës, në zyrë të Ramës. Pra çfarë duhet më të dosja me Goni Kale është? Lidhet që ky ka, që unë kam deklaruar me kohë, që lidhet që ky ka me agjenturën kineze, u vërtetua. Themi më tepër. Tash pritet. Prandaj kam thënë Rama, ta zgjedhë, o do ta bëj burgun në Shqipëri, o në Amerikë. Se nuk I shpëton më drejtësisë. Ç'është e kohë. Sota, nesër, mas I javë, mas I muaj, të nuk e di. Por di që shumë shpejt Rama do dorëzohet, nuk ka ku shkon. Sepse nuk mund të dalësh përballë politikës amerikane. Jo se Amerika ka gjithmonë të drejtë, po je ti I zhytur në korrupsion, në drogë, në pastrim parash, dhe po bëm politikën sorosiane.
atë politikë të cilën Amerika sot po e sulmon. Po, zoti Merkoçi, të ndanemi tashmë te raportet e Edi Ramës me Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke nisur që nga guximi i tij për t'i ulur në krah Belinda Ballukun, të ngarkuarës me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Nancy Van Horn. Si është e mundur që Edi Rama i uli Belinda Ballukun në krah diplomatës amerikane, ndërkohë që ajo është e pandehur nga SPAK-u dhe SPAK-u ka dërguar në kuvend kërkesën për arrestimin e saj? Tash edhe një herë, Rama bën çdo lloj ta nis me atë pjesën të cilën Rama është caktuar që të rrinë me çdo lloj kosto dhe me çdo lloj çmimi. Dhe do bëj të gjithë lëvizjet kundër Amerikës. Ajo që Rama e bëri me puç, tash nuk ishte se Rama kishte dërguar protokollin. Dhe ishte në protokoll Rama për të qenë prezent dhe ishte dhe protokoll. Përkundrazi, ky nuk e kishte të deklaruar në vajtjen në atë takim. Dhe ka vajt sekondat e fundit. Dhe ka vajt me gjithë Belinda Ballukun për të bërë kashillikun. Nuk ja u them edhe ja, Rama luan kashillikun, por ky ka një të keqe. Se ky këtej hedh shan dhe pastaj fillon atë që shan, pastaj fillon dhe lëpin. Se këtë punë ka bërë. Këtë punë bëri edhe me Macron, që pastaj filloi lëpiu atë që tha. Me këtë punë ka bërë gjithmonë. Pra, ai e bën, e hedh dhe fillon dhe lëpin, po vetë. Por ajo që është e keqe se me gjithë bota merret me atë që thot, jo atë që lëpin. Pra, kur tha që për Trumpin, që pse bëri këtë gafën me Macron që bëri atëherë, e gjithë bota thanë që kryeministri i Shqipërisë u tall me Amerikën, u tall me Trumpin. Pastaj ky më mbrapa filloi ta lëpi atë, po nuk u mor më media me këtë. Dhe kjo ishte për t'i treguar, për t'i bërë kashillik. Pikërisht. Vetë Trumpi, se thash, ambasadori është përfaqësuese direkte e presidentit. Dhe ky me këtë lloj lëvizje kërkoi për të treguar forcën e tij. Që unë nuk pyet. Prandaj majti dhe atë fjalim aty. Ai përveç që i ulin krah Belinda Ballukun, por bëri edhe pjesën tjetër. Në fjalimin e tij, ku tha, Kina na sheh si pikë mjalti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës tha, kërkojnë vllaprojnë para. Ma hapët, nuk ka ku shkon. Dhe ky është firmosja e tij. Ai e firmos vetë të keqen e tij. Nuk është se po ja bën njëri, e bën vetë. Po e bën i detyruar, ja u kam thënë me mira herë, e bën i detyruar sepse është pjesë e asaj organizate. Sepse është një organizatë e cila ka si synim drogën, pastrim paraj, varfërimin e njerëzve, shkombëtarizim, shpopullim, emigrim. Dhe po ta veni re, Trump ju ka drejtuar një Europës para disa muajsh, ku i tha, kujdes me atë politikën që bëni, dhe kujdes me imigracion. Dhe po të shohësh sot, në Europa është shkatruar nga imigracion. Nga imigracioni i cili ka mbytur tashmë. Dhe ky person është ai personi, prandaj e kam quajtur portavocesorës. Është ai personi i cili do bëj çdo deklaratë kundër Trumpit apo politikës amerikane, kundër të djathës. Të gjithë të keqen këta e kanë me të djathën, këta nuk duan të djathën. Dhe kjo është fatkeqësia këtu. Dhe në Shqipëri, prandaj është ajo pjesa që ka shku 35 vjet tranzicion komunistit, i them këtyre unë. Sepse nuk ka pasur kur të djathë. Ne nuk kemi pas asnjëherë një qeveri të djathë. E janë vetë quajtur, po, dakord. Se herë quhen të djathë, herë quhen konservatorë, herë quhen maj, pastaj kthehen qendër, pastaj dalin prapë atë. Kjo është problemi tyre. Por të djathë nuk ka pas kur.
Sepse nuk ka elitë Shqipëria. Siç ka gjithë bota, kanë elitat e tyre, Shqipëria s'ka.